Për Agron Shea, ç'a mendoni? Artist. Artist. Shko, unë jam bashkëshorte e Agronit. Edhe nuk dua... Sa të mire pas ka grunë, ma mirë se vetë. Përshëndetje, unë jam Enida Shehaj. Nuk më njihni, por me siguri njihni bashkëshortin tim, Agron Shehaj. Kam vendosur të shkoj tek qytetarët, t'i pyes se çfarë mendojnë realisht ata për Agronin, e jani me mua. Për Agron Shehaj ç'a mendoni? Për Agron Shehaj e duam shumë, po halli iku pak se rrugë ka punë. Iku. Unë jam bashkëshorte e Agron Shehajt, edhe doja që t'i gëzoj. Ja, e përsi tash, e të shënë i tjede kur ishë do flizë, unë të fola e dua shumë, se kam admiruar që të fillin ku ka. Falenderoj shumë. Për Agronin themi që ai të fitoj. Të fitoj, bindsëm. Pak në kapin janë 7-8-10. Do votoni me 11 maj? Po. Do votoni? Sali Berishën. Sali Berishën. Kaq. Shiko, unë jam bashkëshorte e Agron Shehajt. E nuk po tallem. Nuk je bashkëshorte. Jo, jam bashkëshorte, do të tregoj foto. Qyte. Fale o do. Është telefoni im. Prapë besoj se ishe... Qatë bëjmë tepër, qatë bëjmë, ta marrë telefon tani. Ta marrë Agronin telefon. Unë jam bashkëshorte e ti edhe vendosa të pyes eksaktësisht çfarë mendojnë njerëzit. Mendoj që ai është një djalë i ri me plot vizion edhe e meriton. Inshallah sa më mbar edhe na përfaqësori sa më mirë. Më pëlqen domethënë se ka sjellë diçka ndryshe. Shpresoj inshallah fitore. Çfarë mendimi keni në përgjithësi për politikën? Do votoj me tren, jo me të vetë. Me të ren. Po për Agron Shehaj çfarë mendoni? Po për ato do votoj. Për atë? Ai na duket me drejt. Okej, unë jam bashkëshorte e Agron Shehajt edhe çfarë mesazhi do doni t'i jepni të Agronit që t'ja përcjellnim? Drejtësi, më vetëm drejtësi, mos ketë korrupsion vjedhje. Pse të ketë vjedhje, për çfarë?